Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Sigurimi i automjeteve ndryshon. Ja çfarë duhet të dinë shoferët nga 1 janari. Nga 1 janari i vitit të ardhshëm do të ndryshojë përsëri siguracioni i makinës. Të gjitha ata drejtues mjetesh që kanë shkaktuar aksidente gjatë këtij viti do të paguajnë më shumë sigurim vitin tjetër. Rregulloria e re për sigurimin e mjeteve hyri në fuqi në janar të këtij viti, duke marrë në konsiderat 7 faktorë risku që shtojnë më shumë siguracionin, si fuqi motorike, mosha e shoferit, eksperienca e tij në drejtimin e makinës, përdorimi i mjetit, qarku i regjistrimit të mjetit dhe vjetërsia e makinës. Kurse historiku me aksidentet nis të zbatohet nga janari i vitit të ardhshëm, pasi aksidentet apo dëmet e shkaktuara përpara vitit 2025 do të zerohen. Të gjitha ato nuk ekziston një model, domethënë që i përshtatet çdo vendi, janë faktorët minimal që duhet të konsiderohen. Drejtuesit e rregullt marrin bonus këtë vit ose sigurim më të ulët, kurse drejtuesit problematik do të marrin malus ose sigurim më të lartë.